Po ata kur organizojnë kampionatin botëror është diçka tjetër, sepse ta i nxjerrin ato mjetet edhe kemi shumë stadiume në Brazil që janë shndruar në parking të stacionit autobusave e tjera. Na nuk kemi atë luks me ndërtu edhe mandej me ilonarësh. Na çka do që ndërtojmë, duhet me pas parasysh që ajo që ndërtohet për lojnat vezëtare duhet mbet në shërbim të sportistëve dhe sportistët me shfrytzu asesi mos me met jashtë përdorimit. Dhe tash kur investon në 250 milion, mirëmbajtja ju mundi me imagjini sa mundet me kushtu. Duhet me u renovu Pallati i Rinis, qendra sportive për sportet vogla. Domethënë nëse na atë rregullojmë me standarde në plan është rregullohet me standarde për gara ndërkombëtare, unë mendoj që nëse kemi një stadium mbi 15.000 shikues, ai duhet me qenë multifunksional. Domethënë për aktivitete të ndryshme. A rrezikohen mbajtja e lojrave vezëtare? Jo, nuk rrezikohen as pak. Kemi kohë jemi. Unë këtu kam dyshime, Lorek. Po, arsimi ka drejt, të gjithë sepse është koha e shkurt, por me përpjekjen e të gjithëve në mbledhjen e fundit që me insistimin e deputetëve që ky ligj të del sa më shpejt si në lexim të parë, edhe mendoj që ka kalu edhe ne vazhdojmë punën. Në rëndësi infrastruktura është ligji ka. Një gjë më thonë. Me 2028 duhet të jenë totalisht gati. Shiqoni si është procedura. Si është procedura? 25 shtete marrin pjesë, janë 5.000 sportistë, pritet diku 25.000 pjesëmarrës. Lojnat vezëtare bëhen, kjo nuk është në kompetencët mia informata kom, sepse lojnat vezëtare udhëheqen nga Komiteti Olimpik i Kosovës, domethënë aty do të merren informata më në detaje, sepse ata e kanë master planin, por sa për informim nga shteti. Po pra, sa për informim domethënë janë për 5.000 sportistë, unë i kam lexuar para disa ditëve cilët janë qytete ku planifikohet, dhe çka është me rëndësi, thash janë 25 shtete që do të marrin pjesë, është me rëndësi që na e organizojmë bashkë me Shqipërinë, do thotë Durrësi që do të merr përsipër organizimin e gareve të sporteve në ujë, sepse na jemi shteti i parë që s'kemi dalje në det e që i organizojmë lojnat mesdhetare. Kjo është shumë specifik. Edhe, po kemi mujtë, ka disiplinë. Tash e kontrollojnë ujmanin, kena të drejtë. Është ngjarja më e madhe, po në ujman mundën me shku. Tash e kontrollojnë. Mundemi edhe kajakun me shu ujmani nuk e mujt. Për Ibër Mas 2 me zhvillu gara. Me ikë tani milion me porka me kejtë atë dhe me ecë tani. Kështu që këto informata i ke ekskluzive për herë të parë, prapë edhe kjo në këtë emision. Por pajtona me Lirikën provë që 2028 duhet me qenë infrastruktura përfundume. Ja si është procedura. 2028 duhet me qenë, por 6 muaj përpara duhet të kalohet në kontroll teknik të gjitha objektet ku janë pjesëmarrësit. Planimin teknik. 6 muaj përpara. Edhe 3 muaj përpara ose 6 muaj përpara ato stadiume provohen sistemi digital si funksionon, sistemi kamerave, sistemi sigurisë, sistemi i zjarfikësve, sistemi të gjitha sistemet duhet me u provu, duhet me u testu dhe domethënë 6 muaj